Policia e Shkodrës ka zbardhur një operacion të rëndësishëm ku u gjet një pako me lëndë plasëse, ku dyshohet se e hodhën gjatë një ndjekjeje dy të rinjt, David Simoni dhe Mikelian Tome, të cilët u arrestuan në 26 mars të këtij viti. Ata ishin në një motor me targa të vjedhura dhe dyshohet se po transportonin një sasi tritoli me qëllim shpërthimi në një vend caktuar. Pas arrestimit të tyre, policia ka vijuar arretimet dhe ka kryer kontrolle në lagjen 3 Herojt në Shkodër, ku është gjetur paketa me lëndë plasëse, e cila dyshohet se është hedhur nga Simoni dhe Tome gjatë ndjekjes. Me 26 mars, lënda plasëse është sekuestruar si provë materiale dhe është dërguar për analizë. Sipas policisë, motocikleta në cilën ata lëviznin u pikas rastësisht nga patrulla e sigurisë në lagjen Xhabie dhe pasi nuk ju bindën urdhrit për të ndalur, ata tentuan që të largoheshin, por u ndoqën nga policia. Një ndjekje që zgjati rreth 20 minuta. Motocikleta u përplas dhe ky ishte momenti ku kapën dy të rinjt. Verifikimi i saj zbuloi se targat ishin të vjedhura dhe numri i shasis ishte ndryshuar. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes dhe identifikimin e mundshëm të shënjestrës së këtij sulmi. Gjatë kontrolleve të kryera në dy makinat e tyre janë gjetur një bidon me benzinë, një silenciator dhe disa doza kokainë, duke ngritur dyshime se plani i tyre mund të ketë përfshirë aktivitete të tjera kriminale. Të dy të rinjt, të cilët nuk kanë bashkëpunuar gjatë marrjes në pyetje, po mbahen në arrest dhe hetimet do të përcaktojnë më shumë detaje lidhur me veprimtarinë e tyre kriminale.